Edhe 2 ditë pas vërshimeve, vazhdon të mos dihet asgjë për fatin e 61 vjeçarit me inicialën RJ nga fshati Liset, i cili sipas familjarëve të tij, në ditën e vërshimeve ka qenë në bjeshk bashkë me nipin e tij 7 vjeçar, i cili po ashtu humbi jetën në fatkeqësi natyrore të së hënës. Vëllau i 61 vjeçarit të zhdukur thotë se që nga dita e hënë askush nuk e ka parë 61 vjeçarin, edhe pse kërkimet kanë vazhduar pa ndërprerje gjatë këtyre 2 ditëve, por deri më tani ka qenë të pasuksesshme. Më ka hub vllai Pipargje Raif Jusufi. Unë me punë jam në Zvicër. Ala se kom pa vllajn, ai më tu e lip. Deri në këtë momentin s'ka gjetme. Vazhdimisht e kemi kërkau unë Piliseci e deri këto ku marrë për reket e poshtë. S'kom pa ku nisha. Tash ka ardhur armata Maqedone, ta shohëm se gjithë ka mundësi me u zbulau diçka. Në aksionin e kërkimit të 61 vjeçarit kanë marrë pjesë edhe banorët e fshatit Reçic, si dhe ushtarë të armatës së Maqedonisë me qenë të trajnuar për kërkime të këtilla. Për ndryshe, nipi i tij 7 vjeçar u gjet para 2 ditëve në fshatin Reçic e Madhe, ku e kishte sjell ujë i rrëmbyeshëm i lumit. Për këtë arsye, edhe kërkimet për gjetjen e 61 vjeçarit kryesisht janë fokusuar për gjatë rrjedhjes së këtij lumi.